Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që keni zgjedhur të kaloni këto minuta me ne në programin Po Zot. Nikun sot vjen nga Italia për të na rrëfyer historinë e rrugtimit të tij me një perëndi që ka një plan të përsosur për secilin nga fëmijët e tij. Edhe atëherë kur ishte ndaluar nga regjimi komunist në Shqipëri që ta njihte perëndinë e vërtet, diçka në zemrën e tij shikonte një realitet tjetër, edhe pse nuk mundej ta shprehte dot me fjalë. Diçka i trokiste në zemër. Në kohën kur kishat u kthye në depo gruri dhe askush nuk mund të mbante asnjë objekt të shenjtë, ai kishte në zemër një drojë dhe nderim për atë perëndi që nuk e njihte. Largohet në Itali në fillim të viteve 90, një vend i ëndërruar nga shumë shqiptar, në kërkim të lumturisë dhe përmbushjes që nuk e gjeti dot në vendin ku lindi. Një koleg i punës e fton shpesh në aktivitetet e kishës, dhe më vonë në një konferencë në Shqipëri, që të përkthente edhe të bënte fotografi, që është një pasion i tij i hershëm. Dashuria dhe gëzimi që pat tek këta njerëz e bën të mendonte për perëndinë, derisa më në fund ju dorëzua atij plotësisht. Ju ftoj sot të ndiqni dëshminë e një burri që ka njohur dashurinë pa kushte, atë lloj dashurie që sjell përmbushje më shumë se sa çdo gjë tjetër. Sot ai ndan lajmin e mirë në Shqipëri, në Itali, në Afrikë, edhe kudo ku Perëndia e drejton. Sepse ky lajm i mirë, që ja ka mbushur zemrën plot, është vetëm një shpresë për çdo zemër dhe çdo komb që po lëngon. Unë quhem Ardian Mandeli, jam nga Sheperi i Zagorisë, fshati Çajupit, se kështu e njohin të gjithë. Sheperi e njohin të gjithë nga Nduza Çajupi. Kam lindur rreth viteve në vitin 1970. Jam që nga viti 90, fundi 94-s, po tamam nga 95-a. Fillimi 95-s që jam tamam, domethënë në Itali, dhe jam deri tani vazhdoj jam atje në Itali. Edhe frekuentoj një kish atje në Itali. Më kujtohet kur isha i vogël, shifja gjyshen time. Ajo kur para se të flinte, bënte gjithmonë kryqin. Edhe thoshte, mirë po ato dinte, ato bënte në atë, thoshte, zonje madhe të paqavratë, i lutë shëmërisë. Mirë po ato dinte. Edhe e rëndësishme është zemra. Duke parë, thoshja, qa bën kjo, se ku dinim, s'dinim asgjë çfarë ishte, në atë kohë nuk dinim se çfarë ishte Zoti, sa kishte folnjeri edhe kështu. Thoshin njerëzit, o Zot, po këtë dinim, kur thoshin o Zot, nuk se dinim se çfarë ishte. Edhe më vonë, pastaja më kujtohet një episod kur ishte një periudhë në shtator, kur ishte shtator frynte erë, edhe binin arët, ishin pjekur arët edhe binin në tokë. Mirë po tash arët nuk ishin të askujt, kishte arë shumë që ishin të fshatit, thoshin atë, ose ishte një arë që arë e kishës, që e kishim aty afër kishës, ishte dhe goxha e madhe ajo. Edhe shkova në mëngjes shpejt që të gjeni barë, se kishte rënë herë madhe. Dhe kush të vite më shpejt do bërte. Kur shkoj atje, rastësisht që për mua, si do që të vi puna, asgjë nuk ndodh rastësisht, ishte ajo kambane kishës që ka qenë përpara, kishin hedhur në bend, e kishin hedhur atje në prua. Edhe unë qa bëj, marrë një dru, isha i vogël fëmijë, marrë një dru edhe filloj edhe e heq atë baltë në rreth rrotull kambanës, edhe filloj avash, po ishte e rënda ajo mezi, e çova e kam çuar në një vend tjetër më sipër, atje më lart. Edhe më kujtohet se ka pas edhe një të plasaritur, një të qarë kampana që ishte atje. Edhe e lash kambanën atje, më kujtohet. Pra e kam fjalën që pavarësisht, domethënë, Zoti shef zemrën e njeriu, dhe kur shef që një njeri për shembull e kërkon edhe bën një hap drejt Zotit, ai do të bëj 10
drejt atij njeriu, pasi Zoti dha Krishti dha jetën e vet për mëkatet e njerëzimit dhe ai do të shpëtojë të gjithë njerëzit. Prandaj, nëse zemra e njeriut është e butë, atëherë Zoti troket në derën e njeriut. Nëse ti e hap zemrën, ai futet. Nëse ti nuk e hap zemrën, Zoti kalon, nuk është diktator të futet e njeriu me forcë, të lë të lirë. Prandaj, hapi zemrën Zotit edhe lere të futet brenda, pasi nëse Perëndia do të futet brenda, pastaj di vetë se çfarë të bëj. Di vetë se si rregullon jetën, di vetë se si ta shton besimin e tjerë. Ne na mjafton lutja. Lutja është shumë e rëndësishme, pasi lutja është si një turiel që shkon edhe hap vrimën në një metal shumë të fortë. Metali mund të jetë i fortë sa të duash. Mirë po, nëse ti lutesh, edhe Zoti e dëgjon lutjen, edhe Zoti vepron. Zoti vepron pastaj sipas normale, si di ai, se neve mendojmë si njerëz. Mirë po, Zoti mendon shumë më tepër nga neve dhe di se si ti bëj. Nga njerë na jep vështirësi. Përse? Për të na kalitur. Kisha e fshatit e kishin zhduruar në depo gruri përpara. Edhe ne shkonim, ishin ato makinat e kooperativës, edhe mblidhnim, ishte autokombajna korte grurin. Edhe neve shkonim, e merrnim në përthas, do të mbushnim ato makinat, i mbushnim thasët, edhe shkonim edhe i derdhnim thasët, e shkarkonim makinën e derdhnim në kish. Pra kisha ishte depo gruri. Edhe më kujtohet një herë, isha aty duke hedhur thasët në kish, e edhim gruri rifutet, se e zbrasnim, e kishim, bërim goxha rrugë, nga ku ishte makina deri atje, mirrim thasët dhe krah edhe venim e hedhim aty. Mirë po më kujtohet një herë kam gjetur një kryq. Ishte kryqi i kishës, ishte kryqi i madh, edhe ishte kryq druri, edhe ishte i hedhur atje për tokë, edhe sa e pash, thash unë ky kryqi këtu, edhe më erdhi, thash nuk duhet të prishet, nuk është një diçka diçka e shenjtë. Pasi në atë që i dija, atëherë mora kryqin edhe e kam çuar në këmbë edhe e kam vendosur brenda, do të kam spostuar nga ai vend, e kam vendosur brenda për ta ruajtur. Unë kam një histori, gjyshi im në kohën ishte italian, ushtar italian. Edhe ka ardhur në Shqipëri në kohën e luftës, edhe ngeli në Shqipëri, u martua edhe lindi 3 fëmijë. Lindi 4 për njëri diçka i vogël, kështu që ishin 3 fëmijë. Mamaja ime, tezja dhe dajua. Edhe janë të 3. Tash lavdi Zotit akoma janë, domethënë këtu. Edhe pastaj gjyshi donte të merrte gjyshen time, ta merrte nga Shqipëria, edhe bashkë me fëmijë. Mirë po gjyshja nuk donte, se thoshte këtu kam vëllezër, motra, kam të gjithë, ndërsa nëse shkoj në Itali, nuk e di çfarë, nëse ndahem, nëse s'dia se si vjen jeta, edhe kishte frikë, edhe thoshte që çfarë të bëj, thoshte më mirë të ri këtu se sa të shkoj atje, edhe nuk iku. Mirë po ky tani u dëshpërua se ishte një tragedie, kishte vendosur shteti për të mbledhur këta ushtarët italianë që ishin edhe për të ikur. Mirë po tha ai të marr vajzën e madhe të paktën atje. Edhe i tha, si themi neve, i thon nga popullore, domethënë, prit një gisht e kush nuk të dhënë. Kështu që edhe fëmijët kështu janë për nënën, edhe kuptohet edhe për babain. Mirë, pa ai donte merrte vajzën e madhe, ndërsa gjyshja ime nuk donte. Edhe vajza donte t'i mbante të gjitha gjyshja. Edhe i tha, kujdesi, tha se babai do iki nesër mëngjes. I tha, po ti, tha, shifti, tha, fshehu, nuk e di çfarë të bësh. Edhe ajo fshef pas tavës së druve. Ai e kërkoi, nuk e gjeti.
pastaj iku. Iku erdhi në Itali, pastaj ishte komunizmi, mbas komunizmit filluam e gjetëm përsëri, është përpjekur shumë babai im, në fakt, me ambasada, më kujtohet. Edhe madje një herë unë me dajën tim kemi shkuar në Përmet, se ishte festë e Përmet 24 maj dhe atëherë ishte edhe një prift nga këta katolik të Caritasit, e kemi kontaktuar, si përfundim e gjetëm pastaj babain mbas 50 vjetësh, domethënë. E kemi gjetur ai maman time la të vogël 6 muajshe edhe nuk dinim fare se madje ne dinim të vdekur babain. Pastaj e gjetëm si përfundim babain në Itali. Duke gjetur babain në Itali, kishim dokumentat pastaj për të shkuar atje. Madje unë kam marrë edhe në shtetësinë italiane, do unë kam të dyja në shtetësitë, e kam marrë edhe në shtetësinë italiane që në 95, që atëherë, që në ato vite. Edhe duke pasur në shtetësinë italiane, ndonjë në Itali, fillova të punoja atje. Një herë isha tek puna ime, nëse kam dëruar disa puna, po tek kjo punë në fundi që jam 26 vjet, 27 vjet që po punoj atje te kjo, është një çun që quhet Andrea. Ky djali ishte shumë djali mirë edhe ishte shoku im. Edhe më thot mua një herë. Më thot Ardi, më thot mua Adriano, se kështu më thon ata atje. Adrian. Ne do shkojmë në Shqipëri, se ishte një asamble, ishte atëherë në Shqipëri, duhet të qenë në mos gaboj viti 2014, edhe mund të duhesh për të përkthyer ndonjë diçka, edhe nëse do të vish me neve, hajde. Okej, thash unë, po vi, në fillim isha më ndryshe, pastaj thash hajde, hajde ta ndihmojmë se kështu. Edhe erdha. Mirë po, që kur erdha, pash diçka të ndryshme nga bota. Domethënë, pash diçka, këtu ishte një afrimitet, kishin të gëzuar të gjithë, qeshnin, bënin kështu. Mora unë dhe aparatin fotografik, pasi e kisha kamerat, e këto i kam përdorur, domethënë kamerën, aparatin fotografik, këto gjëra i kam pasur. Edhe erdha në Shqipëri. Pasi erdha në Shqipëri, atje shoh në konferencë, domethënë shoh diçka të bukur. Shumë të bukur që se kisha parë ndonjëherë tjetër, pastaj filluan njerëzit të luteshin njëri për tjetrin, kështu, fillova ai ambienti i bukur, njerëzit mbas takimit, gjithë përqafoshin me njëri tjetrin, domethënë kishte një afrimit, kishte diçka të ndryshme, domethënë ky. Edhe thash, diçka tjetër në krahasim nga bota është. Tani, se qa, nuk e di thash, po diçka të ndryshe tek ta ka. Megjithatë, okay. Shkuam përsëri në Itali, kur shkuam në Itali, atje më thoshin këta, më thoshin mua, ti do jesh vëlla në Krishtin. Ti do pagëzohesh, ti do të ashtu, thashëm, po, kështu thonë gjithë, mirë po, ata kishin të drejtë, në fakt, ndoshta shifnin pak, nuk e di atë zemrën time të predispozuar për të njohur me të vërtet Krishtin, ndoshta atë, nëse. Mirë po është vetë Zoti që bën këto gjëra, gjitha. Edhe duke qenë atje, her pas here më thirrshin mua këta që të veja në Kishp, që du bëja fotografi. Mbasi ajo ishte okay, edhe u bëja fotografi. Duke bërë fotografi, një ditë pakëzoi vajza e këtij çuni që punonte me mua, Andrea quhet. E lavdi Perëndisi ka përdorur Andren për këtë gjë, Zoti, për mua, për të më folur. Do pakëzoi vajza e Andres, edhe ishte pastor Emanuel, pastori, edhe tha, shiko tha, kur të pagëzohesh ti, Adriano, duke predikuar, më thot, Adriano, kur të pagëzohesh ti, më tha mua, fotografi do t'i bëjmë neve tyja, më tha, se ti po na i bë fotografit gjithmonë neve, i thashun, kur i thashun, tha, kur Zoti të thot, më tha mua, pasi ajo është diçka që vetë Zoti të thot. Po, i thashun, po, në që se pagëzohem tani? Të gjithë ngelen kështu, edhe pastori vetë më habit, pasi
nuk ishte, se të tjerët për shembull ishte shumë njerëz, ishin përgatitur, kishin bërë kurse, kishin bërë të tjera. Sa unë e bëra si shkretëtir, kur predikoj, me mira që pagëzoheshin, ashtu direkt, edhe unë në moment, i thash, më tha mua, prego, urdhëro, më tha mua, kemi roba këtu, tha, kemi të gjitha këtu, tha, edhe atje unë jam pagëzuar, edhe po të shohësh, kam ato fotografit e pagëzimit që jam i vetmi pa shapka, pa dofle, që e thonë, se unë e bëra, dhe më thënë, jam pak i bëj që gjërat shpejt, në fakt, edhe në jetën time, kështu i kam për të gjitha. Edhe kështu u pagëzova, edhe nuk i lash kohë djallit, nuk i lash kohë të reagonte. Kështu që u pagëzova me njerë. Dhe më thënë, mirë po, në fakt, në të vërtet, kishim shkuar njerë tek një pastori i pastorit tim, tek fratello Pulera. Edhe ai blem një tort, edhe shkuam tek pastori, edhe i themi, pastor, bënim muhabet, më thënë, me këtë me pastori, mirë po ishte ajo periudha e vështirë, periudha e ISIS që ishte atëherë në ato kohë dhe mund të vrisni, mund të ndodhin nga të gjitha anët të dëgjonim lajme të ndryshme kështu. Edhe më thot mua pastori Pulera, Adriano, oggi sei qua, sot je këtu, më tha mua. Edhe më tha, në qoftë se ti sot që dëgjon fjalën e Perëndis, unë nuk isha akoma pagëzuar, kështu që ishte akoma përpara pagëzimit kjo gjë. Ti sot, në qoftë se dëgjon fjalën e Perëndis, ti sot fute brënda bet tënde në këtë fjalë, dhe më thënë, që se dëgjon këto fjalë, që se Zoti të flet, që se ndjen që ti prekesh brënda, ndërmjet këtyre fjalëve, që se e shef që keme të vërtet diçka, atëherë mos lejo të kaloj koha. Po pranoje Zotin në zemrën tënde, më tha mua. Se sot jemi këtu, nesër pas nesër kalon, vjen një nga këta me të vërtet kështu është. Nuk dihet, domethënë, nesër nuk dihet. Okej, mund të jetë një ISIS atëre që thoshte se ishte koha, po mund të ndodhë një aksident, nuk dim, të nesër asnjë nuk e di. Sot e dim. Faleminderit Zotit që jemi këtu edhe na ka sjellë deri këtu. Mirë, po nesër nuk dihet. Kështu që duke thënë këtë, tha, sot ti duhet ta pranosh, duhet ta pranosh Perëndin, tha. Prandaj mos e lër të kaloj koha, edhe unë në fakt kjo gjë më preku me të vërtet mua, pasi thash, është e vërtet, pasi unë sot e dëgjova fjalën e Perëndis. Nesër për shembull, nëse ndodh diçka, atëherë fajin nuk e ka Zoti që nuk më ka folur mua, po fajin e kam unë vet. Prandaj që nuk e prita dhe nuk e pranova Zotin në zemrën time. Edhe kështu isha, do të thënë, i predispozuar, edhe kisha në veten time kisha vendosur. Do të thënë, unë që besoja në Zotin Krisht. Mirë po, unë them nga njerë, siç është dasma që është bashkimi dy njerëzve, okay, derisa dy njerëz janë të bashkuar, janë si tip konvivence, që qëndrojnë bashkëtim, si i thonë. Nësa shkojnë në komunë, vendoset vula, edhe publikisht ata janë të martuar. Kështu është dhe me Krishtin. Ti, kur shkon pagëzohesh, atëherë vendoset vula që ti i përket Krishtit. Edhe ti e ke pranuar Krishtin në zemrën tënde. Është e rëndësishme shumë pasi jeta është e shkurtër edhe nuk dihet se si vjen, kështu që njeriu duhet me të vërtet të fillojë, domethënë, nga një reagim, nga diçka, do të reagojë pasi nuk dihet. Dhe ne dim që kush beson te Krishti do të shpëtohet. Atje kohët e fundit madje unë më ka shkuar në mendje dhe ka marrë bleva ca stilolapsa. Edhe i kam ordinuar me këto sitet, këto Temu që janë këto kinezet, edhe i kam sjell nga Kina. Edhe kam shkruar, atë mund ta personalizosh, është gjë shumë e bukur në fakt, dhe nëse ndonjëri për shembull do ta bëj, mund të shkruash çfarë duash ti, e kupton? Mund të bësh një dhuratë për shembull shoqes, fëmijës, ose mund të bësh një dhuratë. Ndërsa unë shkrova italisht i kisha bërë,
Zoti është dashuri, edhe më vete, ose Zoti të bekoft, edhe i kisha stylapse më vete. Edhe tani mora gati rreth 200, i shpërndava të gjithë me një frymë, mua shpërndava, u dhash njerëzve pasi domethënë një dhuratë, një diçka të vogël nga ana ime, jemi te puna ime për shembull, u dhash të gjithëve te puna ime komplet, gjithë njerëzve, ose në vende të tjera, për shembull pasi një diçka e vogël, një dhuratë nga ana ime. Kam edhe 2 stilolapsa këtu, janë të fundit ka që kam këtu, pasi këta janë të tjerët, janë 400 kisha blerë, shkoj nga doktoresha ja jap stilolapsin. Shkoj në vende të tjera jap, dhe këtu është shkruar Gesù Cristo salva, Giovanni 14:6, domethënë Jezu Krishti shpëton, Gjoni 14:6, që thot, Jezusi thot, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen te Ati përveç se nëpërmjet meje. Pra shkalla është Krishti. Edhe po ta jap zgjidh ngjyrën, po ta jap një edhe tjetri do të jap çunit që është atje. Okej, këto janë tuaja. Okej. Atëherë, vazhdojmë me Afrikën. Neve basi u pakzova, unë fillova në fakt që të shkoja, u futa në një pastore Emanuele e krijoi një onlus është një shoqëri bamirëse, si të një onlus. Edhe nëpërmjet kësaja kemi shkuar, unë kam shkuar 3 herë në Afrikë. Edhe kam shkuar në Burkina Faso. Burkina Faso është vend shumë i varfër. Edhe kemi shkuar në Zabre. Zabre është i varfër i Burkina Faso, do nga vendet më të varfra të Burkina Fasos. Burkina Faso është vend shumë i varfër, kështu që imagjino, atje shtëpit janë shtëpi me baltë, me cas, me kasht, si tip kolube, kështu, aty nuk kanë brenda, do ashtu rrin, ashtu flën, ashtu mund të kenë në një pul, në një dele, në diçka, do të nga këto me ato jetojnë, po janë shumë të varë, nuk ka korrent, nuk ka akoma, për shembull, atje s'ka shkuar korrenti, kështu që ata her pas here kanë radio me bateri, në qoftë se do njëri për shembull ka vetëm ashtu mund të dëgjoj diçka nga se çfarë ndodhet, çfarë bëhet ashtu. Kemi shkuar mbasi lavdi Perëndis nga çka mundur të marri ky onlus, domethënë nga të ardhurat që nuk ka mundur të realizoj, nga çfarë japin njerëzit ose kështu. Kanë bërë dhe një mercatino solidale, quhet atje, do të një tip mercatino, një dyqan që shesin gjëra, po i shesin shumë të lira, u falin gjëra këtyre, ata ja shesin shumë të lira dhe me ato lekë për shembull që grumbullohen, ato shkojnë për beneficencë, do të shkojnë në Afrikë, bëjmë puse me ujë, bëjmë nga këto gjërat, do të bëjmë gjërat. Madje kemi bërë atje edhe një radio ungjillore, domethënë, edhe Ebenezer radio, dhe faleminderit Zotit për këtë, pasi besimi vjen nga dëgjimi. Kështu që njerëzit madje ajo radio shkon deri në Ghana. Kështu që ka atë rrezen shumë të lartë, të madhe, domethënë. Edhe lavdi Perëndis për këtë. Në Afrikë shumë na kanë dhënë shumë ngjarje, po tregoj një diçka për shembull, kur një herë më kujtohet do shkonim në Nonda. Nonda më kujtohet fshati, është emër fshati, ky ka qenë shkolla biblike. Nonda më kujtohet se Nonda është dhe emri i xhaxhait tim, dies pas se ka vdekur tash. Nonda ishte ky fshati, ishte shkolla biblike dhe do të shkonim atje, ishim përgatitur për të shkuar në Nonda. Çohemi në mëngjes, filloi shoferi të ndezi fugonin, nuk ndizet fugoni, filloi të ndezi, nuk ndizet, jep merr absolutisht asgjë. S'kishte çfarë të bëjmë tash. Nuk shkonim dot në Nonda. Ulemi të gjithë, i lutemi Zotit. Turiela që tham, i lutemi Zotit, Zoti i madh. Ti e di çdo gjë. Nëse është në vullnetin tënd, të shkojmë. Nëse nuk është në vullnetin tënd, ti e di.
Edhe kështu. Ju lutemi Zotit kur kishte më duket se atje që për një defekt të vogël, për shumë duhet të shkoje nga Zabre, që ishte ai vendi duhet të shkoje deri në Ouagadougou, ku është kryeqyteti i Burkinës Faso, duhet të 6 orë rrugë. Kështu që nuk shkonim dot për ta rregulluar atë. Megjithatë, filluam të këndonim. Filluam duke bërë kolacionin, më kujtohet ky momenti, kështu që filluan i jepnin lavdit Zotit dhe filluan të këndonim të gjithë bashkë. Edhe filluan këngët pa na dilin nga zemra. Edhe kështu. E tham, okay, nuk shkojmë. Në darkë, shkuam për të ngrënë darkën, kur shikojmë lajmet në televizor në vendin që do shkonim neve, atë ditë kishte ndodhur një atentat. Kishte pasur edhe të vrarë. Kështu që Perdia na ndihmoi. Pra, jo gjithmonë Zoti e bën atë një gjë që na pengon, jo gjithmonë e bën për të keqe. Shumë herë e bën për të mirë. Prandaj njeriu duhet të lutet edhe t'ia lërë Zotin në dorë, pasi Zoti ditë shumë më tepër nga neve. Zoti më ka folë shpesh, atëherë unë mund t'i jap shumë raste, për shembull që i kam përjetuar vetë. Unë për shembull kam parë persona të demonizuar që kanë qenë të shtrirë për tokë, edhe mbas lutjes, domethënë, Zoti i ka çliruar. Pra, në Ponte San Pietro, për shembull, më kujtohet një rast që ishin edhe në këtu në Itali, Ponte San Pietro, dhe më kujtohet që në këtë rast ishin përsëri ishin disa pastor, kishin ardhur atë ditë nga Burkina Faso, edhe kam parë që atje në fakt është një pastor nga Burkina Faso që është gjithmonë, mirë po kishin ardhur edhe të tjerë atë ditë nga Burkina Faso dhe madje kësaj kam bërë edhe një video, pasi unë nga që bëja video, edhe vazhdoja u bëja, edhe kam bërë dhe një video për këtë gjë, domethënë ka qenë një vajzë që ajo ishte demonizuar dhe pasi është çliruar filloi të qeshte, filloi të hapte telefonin, domethënë komplet ndryshoi. Mirë po më kujtohet momenti kur ajo u fut në kishë, u fut si e shtangur, avash, pasi dhe demonet e njohin Zotin, edhe ajo u fut e shtangur në kishë, avash. E pash dhe kur mbasi u lutën, ata ishin disa pastor nga Burkina Faso që kishin ardhur në Itali atëherë. Edhe u lutën të gjithë ata edhe Zoti e ka çliruar, për shembull, ose kam parë kur ishim në Afrikë, për shembull, ka parë persona të tjerë që kanë qenë edhe ata të demonizuar, edhe kur unë kam bërë intervistë mbas një viti, për shembull, ata nuk kanë qenë në një spital që është vetëm me lutje funksionon. Domethënë shkojnë legjante spitalet e tyre, mos më thuaj po. Nëse shkojnë në spital dhe nuk shërojnë, atëherë vinë tek kjo që vetëm këtu është terapia, është vetëm lutja. Vetëm lutja. Domethënë ndërmjet është pastora Izak, atje kemi bërë pusin e parë në Afrikë që kemi bërë për ujë, edhe kemi parë persona për shembull që mbas një viti ata nuk i kujtonin fare se çfarë kishin kaluar kur kanë qenë të demonizuar. Pra, Zoti kur të çliron nga të gjitha gjërat. Ata nuk mbanin asnjë gjë, pasi kanë qenë shumë kohë që ishin, edhe mbas nuk mbanin dot asnjë gjë. Pra Zoti kur i çliroi nga të gjitha gjërat. Edhe mund të them shumë gjëra, për shembull, më kujtohet një herë ishim do shkonim tek Pastreët, pasi neve shkojmë dhe në Milano për tek të Pastreët, e shkojmë çdo të shtunë. Atëherë më kujtohet një ditë që kishin ardhur edhe fëmijët e kishës, edhe kishim pushtuar Milanon, të gjithë. Po ndoshta 50-60, nuk e di, do të kishin ardhur fëmijë nga kisha, tash nuk e di tamam të saktë, po kemi bërë foto nga këto. Edhe më kujtohet atë ditë ndodhi një diçka, do të thënë një mrekulli, si ta themi, pasi neve merrnim një bidon 10 litrësh me çaj, edhe një 3 a 4 litrësh, një tjetër të vogël. Do të merrnim 2 bidona gjithsej, gjithmonë.
Atë ditë duke ecur, një nga bidonat ishte shtypura, nuk e di pa dashje, dhe kishte ai madhi, ai kishte 10 litrësh. Edhe ai kishte kulluar i gjithë çaj dhe bidoni ishte bosh fare, na ngeli vetëm ai vogli, ishte 4 litrësh. Duke ngel bidoni vogël tham neve, po tani çfarë të bëj? Se do bënim gjithë xhiron që ishte në Milano, dhe ne bëjmë 13-14 litra. Çfarë do bëjmë? Fillon të luteshim. Zoti bath, ti ke shtuar peshqit, bukën peshqit, të lutem, edhe tash bëj si të vepro si të jetë në vullnetin tënd. Atëherë e kemi mbaruar të gjithë xhiron që kemi pas atë ditë, domethënë siç e bëjmë gjithë ditët e tjera, edhe më kujtohet një të fundit fare, quheshin Irina, Corrado dhe Irina. Ishin dy të fundit, gjithmonë shkonin tek atje. Te atë fund mbaroi gotë e fundit të çajit tek ata. Madje kjo është një gjë shumë e rëndësishme për madje atë ditë ka ndodhur edhe një diçka tjetër. Ishte një person i deur, edhe fliste, bërtiste, kishte marrë një shishe në dorë të thyer me xhama dhe ishte një rrugë që duhet kalonim neve. Kjo ishte në Garibaldi, në stacionin Garibaldi. E do shkonim atje. Mirë, po ky fillonte bërtiste, bënte edhe gjithë trëmbeshit dhe asnjëri nuk kalonte atje. Mirë, po do kalonim edhe neve. Tash i tham, ishin dhe fëmijët. Fëmijët kishin frikë. Atëherë tham, çfarë do bëjmë? Edhe filluam të luteshim njëri me tjetrin, domethënë filluam të luteshim dorë pas dore, njëri pas tjetrit, filluam të luteshim. Mbasi u lutëm, tham, okay, do kalojmë. Në momentin që neve filluam që të shkonim aty drejt, atyre, atëherë ai u kthye nga pas, domethënë tek muri, vendosi duart lart, edhe ne kaluam të gjithë poshtë. Ai vetëm rrinte i ngrirë kështu lart, me duar lart. Edhe ne kemi kaluar të gjithë poshtë. Dhe kjo ishte një dëshmi shumë e mirë për shembull për fëmijët. Madje atje ishte një mbese këtij pastorit, pastor Emanuele, se më kujtohet kur dha një testimoniancë që dha të nesërmen, pasi të shtunën shkojmë ne atje, të nesërmen është shërbesa në Kish. Kur erdhi te shërbesa tha që shiko, tha, se unë, tha, mua sot më ka ikur frika, tha. Sot më ka ikur frika pasi unë ka pas frikë edhe këto, mirë po e pam që u lutëm të gjithë bashkë dhe Zoti vepron. Nëse ja lëm Zotin dorë, mos kemi problem as nga frika as nga gjë, pasi shpesh herë Satani, djalli përdor frikën për të tërhequr e për të mbajtur peng, por Zoti të çliron nga çdo gjë, edhe nga frika edhe nga çdo gjë tjetër. Kështu që kur ti në Zotin je gjithmonë i lirë, apo jo. Kështu që ka sa të duash, nëse mirë e kanë fjalë, nuk e di për punë kohë, pa mund të ketë dëshmi domethënë nga më të ndryshme. Madje pastor Emanuele ka filluar ka bërë një libër edhe tani i shkruan çdo gjë që ndodh, i shkruan pasi të jenë, është një gjë e bukur, domethënë një pasuri kjo për brezat e tjerë, për brezat e ardhshëm, që ta dinë që Zoti me të vërtet vepron. Shumë për shembull, ç'bëjnë? Shkojnë në Medjugorje, shkojnë në Lourdes, shkojnë në vende të tjera se kujtojnë se Zoti do t'u përgjigjet atje. Edhe shkojnë atje, mirë po madje ndonjëherë edhe përgjigje, domethënë ndodh, po pse ndodh atje? Jo se duhet ti vetëm me Medjugorje dhe atje është diçka e shenjtë ose në Lourdes në vende të tjera. Jo. Ndodh pasi ata për herë të parë predikojnë, domethënë i luten me të vërtetë Zotin me gjithë zemrën, mbasi shkojnë nga Italia për shembull, shkojnë deri në atë Medjugorje, edhe sa kilometra rrugë bëjnë, sa kohë, edhe kur janë atje janë të gjithë të përqendruar. Unë kam shkuar një herë, në fakt vetëm për kuriozitet, për ta parë se si është ajo atje, dhe u kam thënë njerëzve, u kam thënë të vërtetën, që nuk janë statujat, pasi është e shkruar në Bibël, mos adhuroni statujat dhe mos u lutni para statujave, pasi statuja është mermer, nuk është një gjë, po lutju direkt Zotit. Pra ato duke qenë në Medjugorje, atje kanë filluar janë lutur Zotit në të vërtetë, por nëse e bëni nga shtëpia e tyre, nuk është se Zoti atje dëgjon edhe në shtëpinë e tyre nuk dëgjon. Kështu që Zoti dëgjon nga të gjitha anët. Kështu që e kanë fjalën ndodhin, pse ndodhin pasi çfarë thot Krishti? Besimi yt të shpëtoi. Pra nëse ti ke besim dhe lutesh Zotin me besim, do ta marrësh, kuptohet nëse është në vullnetin e Zotit, pasi neve jemi njerëz edhe nuk dim shumë gjëra, e kupton? Megjithatë, të lutemi për njëri tjetrin, të lutemi për Shqipërinë, të lutemi për vendet e unë për vetë time lutem për gjithë. Lutem për Sheperin, e filloj nga Sheperi, nga Zagorin, që është krajina, Gjirokastrën, Shqipërinë,
e vazhdoj më tutje. Këto i kam ditë për ditë. Lutem për pastorët, domethënë që njoh, lutem për të gjithë ata që kanë mundësi, domethënë që të gjithë kemi nevojë për lutje, ashtu dhe unë vetë kam nevojë për lutje. Edhe nëse më dëgjon, kush më dëgjon, lutuni për mua, lutuni për të gjithë, pasi jemi të gjithë mëkatar, unë jam mëkatar, janë të gjithë jemi mëkatar, nuk ka asnjë pa mëkat. Vetëm Krishti ishte pa mëkat, i vetmi pa mëkat vdiq për mëkatet e njerëzimit. Neve kemi ardhur në Shqipëri, më kujtohet në 2019 kur ishte tërmeti, u munduam të merrnim të mblidhnim ushqime atje te kisha, ne ushqimet nuk i blejmë, ushqimet i mbledhim u themi kishave dhe kishat na japin, ato ne i marrim edhe i sjellim. Kemi ardhur atëherë në 2019 që ishte tërmeti. Pastaja kemi ardhur edhe në vende të tjera. Lavdi Perëndis për juve, lavdi Perëndis për këtë kanal, pasi ky kanal është me të vërtetë shumë i rëndësishëm. Unë një ditë më kujtohet duke dëgjuar këtë kanalin TV7, duke dëgjuar atë testimoniancë, dëshminë e Doriolës. Doriola është në shtëpinë e fëmijës në Gjirokastër. Unë atëherë pash që ekzistonte një shtëpi e fëmijës në Gjirokastër. Edhe lavdi Zotit, Zoti më mësoi, pra unë nuk kam asnjë lloj merite, asnjë gjë, po Zoti më vuri si në mendjen time, më vuri dëshirën, domethënë, për të shkuar atje dhe kam shkuar disa herë, kemi mbushur furgonin plot me ushqime, e kemi shkuar atje. Ose e kemi Doriolën, e kemi tonën, flasim gjithmonë me Doriolën e lavdi Perëndis. Edhe nëse keni, kush ka mundësi, pasi ata kanë nevojë me të vërtet, edhe nëse keni mundësi, jepni. Unë një herë më kujtohet kam shkruar një koment që ishte në Facebook, edhe u thash, Zoti u ka dhënë blet, mjalt, u ka bekuar me gjitha. Merrni një vazo ose diçka dhe çojeni atyre te shtëpia e fëmijës. Ose u ka bekuar me gjëra, me patate, me fasule, me gjëra të tjera. Merrni dhe çojani, pasi ata nuk është se kanë shumë mbështetje, domethënë e kanë nga këto, kush mundet që kanë nevojë me të vërtetë, e kupton? Edhe ose kemi shkuar, për shembull, kemi shkuar te lavdi Perëndis, për këtë na ka drejtuar gëzimi që është në Asamblenë e Perëndis në Durrës, po gëzim në Spaju, edhe na ka çuar tek Teen Change Albania, që është këtu afër Elbasanit, pak përpara Elbasanit. Kemi shkuar edhe atje sa kemi mundur, kemi çuar ca ushqime, ca gjëra her pas here, madje atje tani na kanë thënë tjetër. Na kanë thënë përsëri, mirë po, edhe këtë herë unë në fakt doja të vija, tash që kam ardhur, doja të vija pasi ishim organizuar të vinim përsëri në Gjirokastër, mirë po na u prish furgoni. Da u prish furgoni edhe ato gjëra që kishin ata nuk mundëm të vinim dot këtu, këtë herë, edhe ato gjëra që i kishim grumbulluar e kishim bledhur, u dhanë në Mantova, është përsëri një njëjta gjë siç është këtu, është për të droguarit, për toksikodipendent, të varurit nga alkooli, nga droga, nga këto. Edhe atje kemi çuar. Të tjera, nuk e di, në spital, për shumë kemi çuar ca ilaçe, her pas here, në Kavaj, në vende të tjera. Sa kemi mundësi, kemi çuar në Ukrainë, kemi çuar për shembull nga këto krevat ortopedik për këta, madje një herë doja t'i sill edhe në Gjirokastër, mirë po u thash atyre nuk u bën për ca dokumentacion, nuk u bën, nuk donin ata, se donin të kishin një kërkesë nga ne atyre për t'u çuar. Ata nuk donin në spitalin e Gjirokastës, edhe nuk i çuam në Ukrainë, pastaj nuk ashtu nuk. Sa Zoti na ka përdorur edhe atje në Konkorec, në fakt në fillim unë kam shkuar në një onlus dhe ai
konkurrenca solidale, quhet, ata nuk janë të krishterë, po është onlus normal, për të ndihmuar të tjerët, kështu që është e bukur në Afrikë kemi bërë një pus një herë tek një fshat mysliman. Ky fshati mysliman e panë, domethënë që kishte diçka të thatë juve erdhët nga Italia, në këtë balt, në këto gjëra. Edhe e bët pusin për neve që nuk jemi edhe të krishterë, po jemi mysliman. Atëherë ju duhet të keni respektin tonë. Thanë, edhe ata e kuptuan që Zoti është dashuri. Zoti është me të vërtet dashuri. Kështu që ata thanë që duam të ndërtohet një kish këtu tek neve. Ata janë muslimanë të gjithë. Kërkon një kish ungjillore, domethënë atje tek ata. Kështu që lavdi Perëndis, pasi tash nuk është merita e njeriut, si të jemi të krishterë, musliman, të gjithë duhet të ndihmojmë. Madje gjë më e bukur, një foto fantastike dhe video, shumë e bukur, është e pastore Manueles, atje ai ka predikuar në atë kish, mua më ka ardhur me të vërtet për të qarë nga shpirti shenjtë që ishte atje duke prezenca e Zotit, pasi ai tha kjo është kisha më e bukur që un kam parë ndonjëherë në jetën time. Kishte katolik, kishte anemist, sa ata janë shumë anemist, kishte musliman, kishte ungjillor, domethënë kishte shumë nga të gjitha anët, edhe ai tha dua të bëj një fotografi bashkë me ai. E mori përqafoi të gjithë me radhë, edhe erdhën të gjithë nga siç ishin, i kanë përqafuar, edhe kjo është një nga fotografitë më të bukura. Edhe kjo atje nuk kishte atje ku predikonin ai rrinin në një kazan të vjetër, e kishim vendosur Biblën, mbi një kazan nga këto të fuqitë e naftës, që janë këto fuqitë e naftës, e kupton? Kështu që ajo edhe s'kishte dritare, gjëra, s'kishte. Ata atje e kanë, madje duke shkuar rrugës, kemi gjetur, tham do ndalojmë në një vend. Tani nuk më kujtohet për sa, se për çfarë, atje ndaluam, pak metra tutje, ishin 4 gra të veja. Ato për i luteshin Zotit se s'kishin për të ngrënë. Zoti krijoi mundësinë që edhe ato të merrin diçka të ditë. Domethënë asgjë nuk ndodh rastësisht. Asgjë në jetë nuk ndodh rastësisht. Prandaj duhet i besojmë Zotit, i lutemi Zotit, pasi është Krishti ai që mund të rregullojë gjërat, mund t'i vendosë në rrugë të drejtë. Shumë njerëz vuajnë nga depresioni, për shembull. Atje te kisha jonë vijnë shumë që janë nga depresioni, edhe pasi ata fillojnë besojnë, çlirohen, Zoti çliron nga të gjitha. Kështu që si kristoterapia është një gjë me të vërtet shumë e mirë kur njeh Krishtin. Është një gjë jashtëzakonshme. Ne duhet dim diçka. Profetët, për shembull, që kanë qenë përpara, janë të gjithë nën tokë. I vetmi që nuk është nën tokë është Krishti. Pasi ai u ngjall ditën e tretë. Qose njerëzit janë të gjithë, profetët janë të gjithë nën tokë. Pra, kështu që vetëm Krishti ka diçka të ndryshme nga të tjerët, kështu që vetëm ai shpëton. Pra është rruga, është ura ndërmjet njerëzimit dhe Perëndis. Besoni në Krisht, nuk do të pendoheni, do të shpëtoni. Jetojmë në kohë të vështira. Çdo ditë, zemrat tona rëndohen nga lajmet për dhunë, padrejtësi, korrupsion dhe një botë që duket sikur po largohet gjithnjë më shumë nga Perëndia. Shumë njerëz ndihen të lodhur, të pasigurt dhe pa shpresë. Dhe pyetja që dëgjojmë shpesh është: a ka ende shpresë për ne? A ka shpresë për kombin ton? Përgjigjja është po, sepse Perëndia nuk e ka harruar këtë botë. Ai ende flet, ai ende dëgjon, dhe ai ende shëron çdo zemër që afrohet atij me sinqeritet.
Tek libri i dytë i kronikave në kapitullin 7 dhe në vargun 14 lexojmë: Në qoftë se populli im, i cili thirret me emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga rrugët e këqija, unë do ta dëgjoj nga qielli, do t'i fal mëkatin e tij dhe do ta shëroj vendin e tij. Sa premtim i mrekullueshëm. Përgjigjja e Perëndis, ndryshimi që e presim me padurim, nuk fillon me politikanët, me qeveritë apo kulturën. Ndryshimi fillon me popullin e tij. Zimi frymëror fillon kur ne përulemi përpara Perëndis. Përpara se t'i kërkojmë atij të ndryshojë botën rreth nesh, duhet ta lejojmë atë të hetojë zemrat tona dhe të na transformojë në karakterin e tij. Ndoshta sot je i lodhur, ndoshta je zhgënjur nga ajo që sheh përreth, por mos harro, lutja ka fuqi. Perëndia vazhdon të bëjë mrekulli edhe sot. Ka fuqi në emrin e Jezusit. Kur një zemër përulet përpara Perëndis, qielli i lëviz. Kur populli i Perëndis kërkon fytyrën e tij, ai sjell dritë në errësirë, paqe në mes të stuhisë dhe shërim aty ku ka plag. Prandaj sot mos lejo që frika të të pushtojë zemrën. Afro tek Perëndia, kalo kohë në praninë e tij, lutu për familjen tënde, lutu për kishën, lutu për drejtuesit, lutu për kombin ton, sepse ende ka shpresë. Perëndia është në fron dhe premtimet e tij nuk dështojnë kurrë. Le të pendohemi për mëkatin, të qëndrojmë për të vërtetën me dashuri dhe guxim. Dhe le të ndërmjetësojmë për udhëheqësit tanë, për kishat tona, familjet tona dhe brezin e ri. Pavarësisht se sa të errta mund të duken kohët, stina ku jetojmë, ne nuk jemi pa shpresë. Perëndia i dëgjon lutjet. Perëndia i fal mëkatet dhe Perëndia është në gjendje të shërojë jetë, familje, kisha dhe kombe. Deri në takimin tonë të ardhshëm, lutem që të kalojmë më shumë kohë në gjunjë përpara Perëndis, me një zemër që e pret atë t'i flas. Vetëm atëherë do të shohim dritën e tij në mes të errësirës.